Përveç ngritjen e cilësisë në arsim, mësimi tërditor është promovuar nga Komuna e Prishtinës edhe si një proces për t'u lehtësuar prindërve që janë të angazhuar në punë me orar tetorësh. Por ky ka mbetur vetëm premtim pasi realiteti është më ndryshe. Prindërit që kanë fëmijët në klasën e parë dhe të dytën vlerësojnë se orari nuk është lehtësim, me që nxënësit e përfundojnë mësimin në 14:30 minuta e obligimet e tyre profesionale zgjasin deri pas orës 16. Shpesh më bie që brenda 5 ditëve sa fëmiu ka shkollë, 3 ditë i kam kështu pak më problem nga se shpesh edhe kuptohet për shkak natyrës punës se kam të pamundur edhe dal ta marr fëmijën, kështu që ky është ai problemi i vetëm me të cilin po ballafaqohemi në këto ditët e fundit. Një prind tjetër tha në kushte anonimiteti se rrezikon ta humbas vendin e punës për shkak të kësaj situate. Gjithashtu ka ngritur shqetësime për mënyrën se si zhvillohet mësimi, duke cilësuar si jo efektiv dhe me organizim të dobët. Shumë prej këtyre lëndeve janë sipërfaqësore. Për shembull, lënda vizitat e cila parashen një herë në javë vizita nuk është mbajtur asnjëherë që nga fillimi i vitit shkollor. Detyrat e shtëpisë të cilat janë të parapara të përfundohen në shkollë, në shumicën e rasteve kryhen në shtëpi. Edhe Besnik Ejupi, i prindi 2 fëmijëve, shpreh i pakënaqur me organizimin dhe efektivitetin e mësimit tërditor. Veç hupin kohë shumë më shumë se sa që realisht marrin mësim që kam ju vyrë fëmijëve. Kështu që nuk e shoh se diçka që ju vjen aty në çat shumë. Riorganizimi i shkollave ka krijuar probleme edhe në nivelin e mesim të lartë. Për shkak të bashkimit të nxënësve të gjimnazit Ekrem Çabej me atë të gjimnazit Ahmet Gashi, janë reduktuar disa hapësira për lëndë praktike dhe zhvillimi i aktiviteteve fizike. Mësimin ku po e vjojmë tash ne, ka qenë kjo klasë kabinet, edhe për neve është shumë e vështirë, do me thonë se nuk kena mundësi me majtë në kabinete mësimin, po e zhvillojmë do me thonë mësimin me teori, teknologji. Si rrjedhoi gjimnazet kanë mbetur pa asnjë kabinet. Drejtori i gjimnazit Ahmet Gashi, Haxhi Mejtaj, shpreson që të gjendet një zgjidhje që nxënësve t'u kthehen hapësirat për zhvillimin e lëndeve praktike. Po na shpresojmë, mendojmë tash shohim edhe drejtoria komunale e arsimit se çka vendos, se mos po lirohet ndaj hapësirë tjetër, domthonë në shkollë tjetër ku ata mundin me shku. Për këtë çështje koha ka kërkuar një përgjigje nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Prishtinë, por deri më tani nuk ka marrë përgjigje. Koha ka pyetur edhe në Inspektoratin e Arsimit nëse kanë pranuar ndonjë ankesë nga prindërit për mësimin gjithditor. Në përgjigjen e tyre është thënë se vetëm një ankesë është protokolluar në këtë institucion.